Përplasja personale mes kandidatëve në listat e hapura të partive ka qenë e fortë dhe sfidë më vete në zgjedhjet e 11 majit. Pikërisht për shkak të këtyre shqetësimeve, kryeministri Edi Rama u ka dërguar mesazh kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste, pasi disa prej tyre kanë kërkuar nga KQZ pamje filmike të numërimit të votave. Në mesazhin e tij, i cili u bë publik, kryeministri ka këshilluar të vetët të mos e bëjnë diçka të tillë, duke u thënë se humbja e një gare s'duhet të bëhet shkak për të humbur edhe fytyrën. Burimi nga Partia Socialiste thonë se reagimi i Ramës i pasuar edhe nga Tauland Balla ka ardhur pas përplasjes së fortë që ndodhi me rezultatin mes Blerina Gjylametit dhe Olta Gjaçkës, ku kjo e fundit përmbysi votat dhe arriti të marrë mandatin në Tiranë. Mesazhi i Ramës: kam marrë njoftim me trishtim për disa iniciativa individuale për të kërkuar filmime, rinumërime, ku diun çfarë tjetër për votën preferenciale. Natyrisht që nuk mund të ndaloj askënd të veproj me kokën e vet, por duke qenë se këtu, në këtë dritare, jemi ende një skuadër dhe unë dua që kështu të mbetemi, do të këshilloja që të mos i hyet asaj rruge, sepse së pari humbja e një gare s'duhet të bëhet shkak për të humbur edhe fytyrën, kur në fakt nuk ka asnjë shans, zero, që me gjitha ata sy mbi ekrane të ketë devijime vote nëpër masa, që do ta mbushnin hendekun e kujdo qoftë me ata që kanë dalë fitues, jo me 10-20, por me shumë më tepër vota diferencë nga pasuesit në klasifikim. Së dyti, kjo do të thotë të hidhet hije mbi njerëzit tanë që kanë qëndruar pafundësisht nëpër tryeza numërimi e që nuk e meritojnë kurkund një hije të tillë dyshimi për kontributin e tyre të madh. E së fundi, përfytyrojeni vetë se sa keq do të ndihet kushdo që do t'i hyjë kësaj rruge, duke ushqyer qenerin mediatike, kur në fund mali i mbarsur mund të mos pjell asnjë mi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.